Viti i elefantit, nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. Asë kohët Gjemeni ishte në sundimin e Abisnis dhe kishte më këmbës një Abisinas të quajtur Abraha. Ai ndërtoi një katedrale madhështore në Sana me shpresën që ajo do t'ja kalonte Mekës si kryepika e pelegrinazhit për krejt Arabin. Ai urdhëroi të sillej mermer për katedralen nga një prej pallateve të braktisura të mbretëreshës së Shebas dhe ngriti kryqe ari e argjendi në të, dhe foltore fildishi e abanosi. Pastaj i shkroi zotëriut të tij, Negusit: "Ju kam ndërtuar një kish, o mbret, e ngjashmja e së cilës nuk është ndërtuar për asnjë mbret para jush, dhe s'do pushoj gjërsa ta kem devijuar pelegrinazhin e arabeve tek ajo." Ajo nuk e fsheu qëllimin e tij, dhe zemrimi i fisëve anë kënd, Hijazit e Nexhit u rrit. Më në fund një burr nga Kinanët, një fis i afërt me Kurejshët, shkoi në Sana me qëllimin e posaçëm për ta përdosur kishën, gjë të cilën e bëri një natë, duke u kthyer pa rrezik të vetët. Kur dëgjoi për këtë, Abraha u botua se do ta rrafshonte Qaben për dhe në një shenjë hakmarrjeje. Dhe pasi u përgatit mirë, u nis drejt Mekës me një ushtri të madhe në pararojen e të cilës vendosi një elefant. Disa nga fiset arabe në veri të Sanas u përpoqën ta pengonin rrugën, por Abisinasit i detyruan t'ja mbathnin dhe zunë rob prijesin e tyre, Nufelin e fisin Hatam. Si shlyrje për jetën e tij, ai ofroi t'u shërbente si udhërefyes. Kur ushtria arriti në Taif, burrat e Thekifit dolën për t'u përballuar me të, nga frika se Abraha mund ta shkatronte gabimisht tempullin e Latës në vend të Qabes. Ata nxituan t'i thoshin se nuk e kishte mbërritur ende, dhe i ofruan një udhërefyes deri në fund të marshimit. Donë se kishte Nufelin me vete. Ai e pranoi ofertin e tyre, por udhërefyesi vdiq rrugës, afro 2 milje larg Mekës, në një vend të quajtur Mukhamis, ku e varrosën. Me vonë arabët nisën t'ja gjuanin varin me gur dhe njerëzit që jetojnë atje gjuan me gur dhe sot e kësaj dite. Abraha ndaloi në Mukhamis, e nisi një tokë kalorësish në rrethinat e Mekës. Rrugës ata morën çfarë munden dhe ja dërguan gjërat e pleqkitura Abrahas, përfshirë 200 deve që ishin pronë e Abdul Mutalibit. Kurejshet dhe fiset e tjera fqinj bajtën një këshill lufte dhe vendosën se ishte kohë t'i bëhej qendres Hasmit. Ndërkaq, Abraha dërgoi një kasnec në Mekë, duke udhëtuar të kërkonte prijesin e tyre, të cili duhet i thoshte se nuk ishin ardhur për luftë, por vetëm për të shkatruar tempullin, dhe nëse dëshironte të shmangte gjakderdhjen, duhet të vinte në kampin Abisinas. Kurejshet nuk ishin pasur prijes zyrtar, që kur privilegjet dhe përgjegjësitë e tyre ishin ndarë mes shtëpive të Abdudarit e Abdumenafit. Por shumica njerëzve e kishin mendimin e tyre se cili nga prijesat e klaneve ishte faktikisht nëse jo me hak. Kryetari i Mekës dhe në këtë rast kasnecin e drejtuan të shtëpia Abdul Mutalibit, i cili bashkë me njërin nga të birët u kthye me kasnecin në kamp. Kur e pa, Abraha ishte aq impresionuar nga pamja e tij, sa që u ngrit nga karriga e tij mbretërore për ta përshëndetur dhe pastaj u ul kafshi i tij mbi qilim, duke i thënë përkthyesit që ta pyeste nëse kërkonte ndonjë nder. Abdul Mutalibi u përgjigj se ushtria i kishte marrur 200 deve dhe kërkoi që t'i ktheheshin. Abraha u habit disi nga kjo kërkesë dhe tha se ishte zhgënjur prej tij dhe se nuk duhej të mendonte për devet të tij, por për fenë e tij, që ata kishin ardhur të shkatronin. Abdul Mutalibi u përgjigj: "Unë jam i zoti i deveve dhe faltorja po kështu e ka një zot që do ta mbroj." "Ai nuk mund ta mbroj prej meje," tha Abraha. "Do ta shohim."
tha Abdul Mutalibi, por kthemi devet. Dhe Abraha urdhëroi t'ja kthenin. Abdul Mutalibi u kthye te Kurejshët e i këshilloi të tërhiqeshin e kodrat mbi qytetet. Pastaj shkoi me disa antar të familjes dhe të tjerët te haremi. Ata i qëndruan për krah duke u lutur Zotit për ndihmën e tij ndaj Abrahas dhe ushtrisë së vet, ndërsa Abdul Mutalibi u ka pasunazës metalike në mesin e derës së Qabes e tha: "O Zot, sklavi yt e mbron shtëpinë e vet, mbroje dhe ti tendën." Pasi u lut kështu, ai shkoi me të tjerët për t'u bashkuar kurejshëve në kodra, në pika nga ku mund të shihej se ç'ndodhte poshtë në lugin. Në mëngjes, Abraha u përgjigj të marshonte për në qytet, duke synuar shkatrimin e Qabes dhe kthimin me pas në Sana. Rrugës nga kishin ardhur, i mbuluar me takëme, elefanti u vendos në balë të ushtrisë, e cila tashmë ishte rreshtuar. Dhe kur kafsha e fuqishme arriti në pozicion, mbajtjesi i saj Unesi e ktheu andej nga ishin kthyer trupat, pra nga Meka. Por Nufeli udhërëfyesi ngurues kishte marshuar shumicën e rrugës në praroj të ushtrisë me Unesin, prej të cilit kishte mësuar disa nga urdhrat që kuptoheshin nga elefanti. Dhe ndërsa koka e Unesit u kthye për të parë sinjalin për luftë, Nufeli e kapi veshin e madh dhe i përcolli një urdhër zëmbytur për të prerë për të gjunjëzuar. Pas këtaj, për çudin dhe lemërin e Abrahas dhe të trupave, elefanti u gjunjëzua ngadalë e me dashje për toke. Unesi e urdhëroi të ngrihej, por fjala e Nufelit kishte përkuar me një urdhër shumë më të fuqishëm se sa ai i kujdo njeriu. Dhe elefanti nuk lëvizte. Ata bën gjithçka çka mundën për ta ngritur në këmbë. Madje goditën me shufra hekuri në kokë dhe e shpuan me çengel në bark. Por ai qëndronte si shkëmb. Atëherë përdoren marifetin e kthimit të krejt ushtrisë nga thembrat dhe të ecjes së hapa në drejtim të Gjemenit. Ai u ngrit me një herë në këmbë, u kthye nga thembrat e i ndoqi ata. Plot shpresë, ata kthyen sërish mbrapsht, e bashkë me ta edhe ai, por me t'u vënë me fytyrë nga Meka ai u gjunjëzua sërish. Kjo ishte shenjë ndër më të qartat për të mos hedhur asnjë hap përpara, por Abraha ishte verbuar nga ambicia personale për faltoren që kishte ndërtuar, si dhe nga vendosmëria për rënimin e rivalit të saj të madh. Sikur të ishin kthyer mbrapsht atëherë mbasi do të ishin shmangur të merit. Por papritur u bë tepër vonë, nga ana e perëndimit qielli u nzi dhe u dëgjua një tingull i çuditshëm, buqitja e tij u shtua teksa një valë e madhe errësire vërshoi mbi ta nga drejtimi i detit, ndërsa ajri mbi kokat e tyre, aq lart sa që mund të shihnin, ishte mbushur me zogj. Mbijetuesit tregonin se ata fluturonin me fluturimin e petritave dhe çdo zog kishte 3 guriçka sa një bizele tharë në një sqep e nga një në kthetrat e çdo këmbe. Ata turreshin mbi rreshta, largoheshin shpejt duke lëshuar shiun me guralec, të cilët ishin aq të fortë e gjuheshin me aq shpejtësi sa që depërtonin dhe mbulojet prej zhgualli. Çdo gur e gjeti shënjestrën dhe vrau njeriu e vet, sepse me t'u goditur një trup. Mishi i tij fillonte të kalbej, në disa raste shpejt e në tjetra më ngadal. Jo të gjithë u goditën, dhe në mes të kursyerve ishin Unesi dhe elefanti, por të gjithë ishin të lebetitur. Disa mbetën në Hijaz, ku e fitonin bukën si barinj ose me punë të tjera. Por pjesa kryesore e ushtrisë u kthye e shpartalluar në Sana. Shumë vdiqën në rrugës dhe shumë të tjerë, përfshirë Abraha, vdiqën pak pas kthimit. Kurse Nufeli ishte përvjedhur nga ushtria kur e tërë vëmendja ishte përqendruar tek elefanti dhe arriti pa dëmtuar në kodrat mbi Mekë. Pas kësaj dite, Kurejshët u quajtën njerëzit e Zotit, nga arabët dhe respektoheshin edhe më tepër se përpara, sepse Zoti u ishte përgjigjur lutjeve të tyre
dhe u kishte shpëtuar qabe nga shkatrimi. Ata nderohen ende, por më tepër fal një ngjarjeje të dytë, padyshim jo të palidhur me të paren, e cila ndodhi në po atë vit të elefantit. Abdullahu, biri i Abdul Mutalibit, nuk ishte në Mekë ditën e mrekullisë së zogjve. Ai kishte shkuar për tregtinë e Palestinës, Siri, me një nga karavanet e tij dhe rrugës për në shtëpi kishte buajtur të familja gjyshes në Yathrib, ku edhe ishte i sëmur. Karvani vazhdoi pa të për në Mekë. Kur i solli Abdul Mutalibit lajmin e sëmurjes së tij, ai nisi Harithin që ta shoqëronte të vëllain për në shtëpi, sapo të përmirësohej mjaftueshëm për udhëtim. Por kur Harithi arriti në shtëpinë e kushërinjëve, Yathribas, ata ja kthyen përshëndetje me ngushëllime dhe ai kuptoi menjëherë se i vëllai kishte vdekur. Meka ra në pikëllim të madh kur u kthye Harithi. Ngushëllimi i vetëm i Eminës ishte fëmia i palindur i bashkëshortit të kësaj të vdekur, dhe lehtësimi i saj rritej sa më shumë afrohej lindja. Ajo ishte ndërgjegjshme për një dritë brenda saj, dhe një ditë ajo ndriçoi prej saj aq fort sa që ajo mund të shihte kështjellat e Bostras në Siri. Dhe ajo dëgjoi një zë t'i thoshte: "Po mban në bark zotërion e këtij populli." Dhe kur ai lind, thuaj: "E lënë në mbrojtjen e të vetmit ndaj të keqes së çdo ziliqari. Atëherë quaje Muhammed." Disa javë më pas, fëmia u lind. Eminja ishte në shtëpinë e xhaxhait dhe i çoi fjalë Abdul Mutalibit që të vinte ta shite nipin. Ai e mori djalin në krah dhe mbajti deri te haremi dhe në shtëpinë e shenjtë, ku i bëri një lutje falënderimi Zotit për këtë dhuratë. Pastaj e solli sërish tek ëma, por rrugës ja tregoi familjes së vet se shpejt ai do të kishte dhe vet një bir nga kushërira e Aminës, Hala. Aso kohë djali i tij më i ri ishte i biri 3 vjeçar Abasi, i cili e takoi të dera shtëpisë. "Ky është vëllau yt, puthe", i tha i duke zgjatur foshnjën, dhe Abasi e puthi.